67 mjeke specializante kanë mbetë pa rroga veç pse janë banana. Pra kanë lindë fëmijë. Po, mire dëgjuat, është e vërtet se edhe unë u shokova. Pas pak do të shpjegoj çka ka ndodhur me mjeket specializante në QKK, prandaj ndiqni videon dhe mos harroni me ma bë follow. 67 mjeke, gjatë kohës apo e kryenin specializimin, kanë mbetur shtatzën dhe kanë lindë fëmijë, duke shfrytzuar të drejtën për pushim të lehonisë. Gjatë lehonisë, të gjitha nënat marrin rrogë të përgjysmuar, tashmë këtë dim. Po shteti është treguar edhe më diskriminues me specializantët. Kur këto specializante janë kthyer në vendin e punës pas pushimit të lehonisë, ato e detyrohen të punojnë vitin kompensues pa pagë dhe pa kompensim edhe për kujdestaritë. Pra, kjo është hipokrizia e shoqërisë tonë. Një shoqëri që glorifikon statusin e nanës, lindjen e fëmijëve, i lë gratë pa rroga duke u avështirësu jetën. Kjo tregon se lindja e fëmijëve për gratë është penalizim. Përveç që të diskriminon shteti e shoqëria, te humbe dhe hapin me burrat për të avancuar në karrierë, gjë e cila ka ndikime shumë stresore në jetën e gruas. Në fakt, lindja është pengesa më e madhe në jetë për gratë. Nëse bëhesh nanë, edhe shteti zyrtarisht të diskriminon me ligj, jo vetëm shoqëria e jo vetëm sektori privat. Nëse shkelje në sektorin privat janë edhe më të mëdha edhe më të rënda. Në intervista të punës, shpesh vajzave të reja ushtrohen pyetje banale që lidhen me privatësinë e tyre. Nëse eventualisht rekrutuesi dyshon se planifikon të bëhesh nanë, atëherë penalizohesh në fillim të intervistës, duke mos u pranuar fare në punë. Kjo është shteti jonë dhe shoqëria jonë.